të butë po nisim të mendojmë në terma konkrete përballë 10 projekteve për të ardhmen e një zone të tërë përreth që do të bëhet parku i besimit. Ky është shumë më tepër se sa ndryshimi një hapësire. Besoj që është një transformim kuptim plot dhe nuk ka të bëj me fshirjen e së shkuarës, por me marrjen e saj, me shëlbimin e saj. Duam të mbjellim pemë, duam të mbjellim shpresë e vazhdimsi. Parku i besimit nuk është simbol i fesë. Krejt tjetër është një faltore adhurimi që nuk bën pyetje se në çfarë besoni. Vetëm ju fton të vini, të mrekulloheni tek qëndresa e heshtur e pemëve të fikut, të vini re formën e pemëve të ullirit në erë dhe të kuptoni atë çfarë kuptuan para arsit tanë që zhvillimi nuk ishte vetëm thjesht një sfond, ishte në fakt words from the script. Shkrim i shenjtë. Dhe në fakt dua që t'ju them diçka nga ato. Ku thot Zoti mbolli kopshtin e Idenit në lindje dhe pastaj vendosi njeriu. Dhe këto pemë që janë pik, sheg, hurma nuk u zgjodhen thjesht për bukuri, por ishin bashkëudhëtar profecie që ndruan në hije të zbulimit, u rritën në dëshirën e përgjërimin e kohës dhe u kthyen në stre për eksil, për mëshirë e kështu me radhë. Kurani thot, ai rrit bimësinë për kafshët dhe gjithashtu edhe pemët e bimët për tu përdorur nga njerëzit. Ndërkohë që Matthew na kujton që çdo pemë që nuk jep frute pritet dhe hidhet në zjarr, kështu që përmes frutave të tyre do t'i njihni. Ndaj ky park nuk është as pak një muze besimi, është një skripturë e gjallë që nuk shkruhet me boj, por me rrënjë, jo me doktrina, por me hije, pemë e tokë, një hapësirë që heshtja nuk është mungesa e zërit, por prania e vëmendjes. Dhe natyrisht është një park që ngërthen besime për katësi e ky park në për masat e veta mjaft modeste, po në një deklarat shumë të fortë, ofron një kundër argument, një vend ku askush nuk pyetet në ç'anë qëndrojnë, ku e vetmja pyetje është, a mundesh ende të mrekullohesh nga jeta? Dhe ne shqiptarët me qëra fjala nuk kemi nevojë ta shpikim tolerancën. Sepse prej kohësh kemi lindur në të, jemi rritur prej saj. Qytetet tona janë rritur me xhami, kisha, teqe e manastire krah për krah. Ajo çfarë ka ndodhur me të gjithë ato në atë periudhë të errët ku me dinamit u kërkuaj që feja të çrrënjosej nga kjo tokë, ishte edhe një mësim shumë më i madh i arsyes pse kemi nevojë për tolerancën. Dhe sigurisht, siç e thash, trashëgimia jon nuk ka qenë për herë lehtë, por ka qenë e urtë. Me urti deri në pikën ku me të drejt Papa Francesku e pagëzoi si vëllazëri fetare. Urtia e të jetuarit së bashku, që
fitohet e po kështu është edhe inerci. Ndaj ky park e nderon edhe këtë trashëgimi, por po kështu na bën thirrje të gjithëve të ecim përpara. A mundemi ende ta nderojmë këtë trashëgimi? A mund ta njohim të shenjtën jo vetëm në lutje, por edhe në rritjen me durim të një peme? Është po kështu përgjigje ndaj dhunës që bëhet në emër të së shenjtës, ndaj një kulture që harron të dëgjojë, ndaj një brezi që gjendet përpara një rreziku të madh të humbjes së dijes shpirtërore. Dhe këtu thuhet, kur pushtoni një qytet, mos i prisni pemët, duke ju rënë me sapat, mund të hani prej tyre, por nuk duhet i pritni. A janë pemët në fush njerëz që ju duhet ti prisni? Kjo është Deuteronomia dhe në fakt nuk do të ketë simbole, a statuja krenarie, a fuqie e pushteti këtu në këtë park, vetëm pemë dhe ujë, sepse ujë po kështu është i shenjtë. Ai rrjedh prej Edenit, ai landuar, përdoret për pagzim, landuar përpara faljes. Uji na lidh së bashku shumë më tepër se ç'mendojmë. Çdo gjë gjallë është bërë prej uji, thot Kurani. Dhe në fakt të qenit pranë ujit të qetë ringjall shpirtin. Japse ne kërkuam në përbot dhe fal kësaj ushtrie të mrekullueshme bota u përgjigj nga Danimarka, Portugalia, Britania, nga Belgjika dhe nga Holanda deri në Meksik. Pa harruar gjermanët e italianët që erdhen jo për të imponuar, por për të dëgjuar. Një ushtri e cila nuk kërkon të pushtoj, por të imagjinoj, dhe të na ndihmoj të gjithëve të imagjinojmë. Sollën këtu zejen e tyre, artin, kulturën e tyre, ndoshta edhe pa e vënë re, edhe të tjera qëra. Pra le të shijojmë një ditë të bukur krijimtarie dhe më lejoni t'ju kujtoj diçka që e adhuroj vërtet në gjitha shkrimet e shenjta. Është një hadith i profetit Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të, që thotë: nëse ora, dita e gjykimit, vjen ndërsa një prej jush ka një fidan palme në duar, e nëse ende është i mundur ta mbjell përpara se ajo të vi, atëherë le ta mbjell. Pra edhe nëse bota mbaron merr fund sot, që nuk është rasti, të mendosh se si të mbjellësh pemë është mënyra më e mirë për të shkuar e kaluar kësaj ore të fundit. Faleminderit shumë.